janë 201.795 numri i fletëve të votimit të vlerësuara, prej të cilave 199.824 janë fletë votimit të vlefshme, ndjes. 199.824 199.824 janë fletë votimit të vlefshme. 1.971 janë fletë votimit të pavlefshme. Për ta kuptuar më qartë, janë 201.795 votues nga jashtë. Pra, po ta vreni e do ta konstatoni besoj pas si të mbarojmë këtë bashkëbisedim, nga numri total i zarfave postar të mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të themi që është 100, janë shqyrtuar 95 apo 98, pra ka sens, ka kuptim logjik, dhe nga kjo e tërë që është shqyrtuar, ka rezultuar një numër pak më i vogël fletësh votimit, të cilat i janë nënshtruar procesit të vlerësimit dhe pasaj të shpërndarjes sipas subjekteve. Në momentin që ne po flasim, aty po vazhdon vlerësimi i fletëve votimit për kandidatët. Pra, këto fletë votimi janë duke u rivlerësuar vetëm për kandidatët. Janë përjashtuar fletë votimit të cilat ka vota vetëm për partitë politike dhe koalicionet, pra nuk ka vot preferenciale për kandidatët, dhe po vlerësojnë vetëm ato fletë votimi në të cilat ka patur vot për kandidatët.